Nderuar kryeministër, të nderuar të gjithë, mirëmbrëma. Unë jam Iris Xhanaj, lindur dhe rritur në këtë njësi. Nuk po hyj rrugëve se paktën aty ku banoj unë janë në rregull. Romanët thonë një thënie, të gjitha rrugët çojnë në Rom. Unë do thoja të gjitha rrugët të çojnë jo në Rom, po në Rama dhe Partia Socialiste. Tani, për të qëndruar te tema e buxhetimit, çfarë unë e gjej interesante janë dy. Një është në rafsh, le të themi kombëtar, një është në çik më lart pamës dhe më afatgjat. I pari është, a ka projekte konkrete në buxhetimin e ardhshëm për strehimin e të rinjve. Dhe e dyta, ndoshta mund të jetë pak më, ndoshta mund të quhet luks, le të themi. Marr shkas nga rasti i Irlandës, që ka një zyrë në New York dhe punojnë shumë me diasporën, kryesisht diasporën ekonomike për tërheqjen e kapitalit e investimeve drejt vendit tam. A i kemi neve mundësin, apo është luks pasja një, le të themi, një zyre të thjesht ose një qëndre, ku diaspora ekonomike të shërbej si faktor, të mblidhet dhe të shërbej si katalizator presinxitës për tërheqjen e investimeve në Shqipëri. Pasi dihet që Amerika ka shumë biznese, ka shumë shqiptar që kanë arritur dhe kanë mundësi investuese. Faleminderit. Po, faleminderit. Të jap përgjigjen apo mos të jap, si thua? Pikë pari duhet të them që të gjitha problematikat që ka Tirana sot, me që u përmendën këtu në mënyrë të përsëritur, janë problematika të një qyteti që rritet dhe si thash rritet me shpejtësi. Gjë që e sfidon në mënyrë të vazhdueshme me shumë intensitet pjesën që i takon bashkisë apo që i takon edhe institucionet e tjera që janë të lidhura me të gjitha aspektet që duhen trajtuar në funksion të mirëqenies edhe të jetës komunitare. Por ajo që ka rëndësi është që mundësitë e Bashkisë Tiranës janë rritur dhe rriten në vazhdimsi. Që do thotë që kapacitetet financiare janë aty për të adresuar më shpejt dhe për të adresuar në mënyrë më të zgjeruar problematikat dhe nevojat e komuniteteve. Dhe në këtë aspekt edhe kapaciteti për të adresuar nevojën për strehim të përballueshëm, pra për t'i dhënë mundësi atyre që jetojnë me punë, që kanë një pagë, që të mund të marrin shtëpi dhe të paguajnë mbrapsht kredira shumë më të arsyeshme se sa ato që ofron tregu, janë. Dhe prandaj unë kam shumë besim që duke krijuar agjencinë e re që po punojmë për ta ngritur kombëtare të planifikimit dhe të strehimit dhe duke e kthyer strehimin në një prioritet të qeverisë, gjë që e kemi thënë edhe në fushatën elektorale, dhe duke krijuar një sinergji mes kësaj agjencie dhe nevojave të bashkive, dhe kuptohet që nevoja më e madhe është në bashkitë më të mëdha, në bashkitë kryesore, do të kemi mundësi të hapim një rrugë të re në aspektin e strehimit dhe të krijojmë një dinamikë ku të mund të shtojmë
kapacitetin për të përgjigjur nevojave për shtrejim. Ne kemi filluar, është një mas modeste, por e kemi filluar me mjekët, me mësusit, me punonjësit e policisë, me ushtarakët, dhe do ta vazhdojmë në vijim në një volum më të madh, me formula të ndryshme ku hyn edhe bashkëpunimi me sektorin privat, ku hyn edhe financimi drejt për drejt etj. etj. Pra unë jam shumë optimist edhe për këtë pjesë. Dhe ka shumë rëndësi që të shfrytëzojmë maksimalisht çfarë mundësish na sjell rritja e vazhdueshme e ekonomisë, edhe të shfrytëzojmë maksimalisht kapacitetet që kemi krijuar dhe që krijojmë në vazhdimsi. Dhe nga ana tjetër, ne do vazhdojmë të jemi shumë këmbgulës në goditjen e fenomenit të pa tolerueshëm më të ndërtimeve jashtë lejes ndërtimit. Ka filluar një operacion në Fark, e keni parë, në drejtimin e ministrës brendshme, dhe do të vazhdojë metër për metër. Do vazhdojë metër për metër dhe çdo metër tepër, aq më tepër metra tepër të bëra nga një lloj, nuk e di çfarë ta quaj, babzie, për të shitur më shumë dhe shumë shtrenjtë në kurrizë të komunitetit dhe në kurrizë të qytetit, nuk kanë për t'i gëzuar dot ata që i kanë bërë. Ose do shëmben, si pas rastit duke i hedhur në erë fare ato vilat, ose duke i shëmbur në mënyrë mekanike, ose do të merren mbrapsh dhe aty do të bëhen, jemi tani për shembull duke diskutuar sot për një vilë të madhe për ta bërë çerdhe ose kopësht. Nuk është e mundur më kjo gjë. Dhe është gjëja më normale që aty kudo ku ka mundësi, ato metra katror të merren mbrapsh edhe të kthehen në hapësira që i shfrytëzon bashkia për shërbime publike apo për zyra për institucione të qeverisë e kështu me radhë. Unë jam shumë besimplot që ky mandat me këtë fuqi që na kanë dhënë njerëzit, na keni dhënë ju, na kanë dhënë gjithë ata që na kanë votuar, do të jetë mandati që do t'i vulën shumë gjërave dhe mbi të gjitha që do garantoj pakthyeshmërinë e gjithë këtyre proceseve të nisura. Duke filluar nga, kuptohet, kryefjala e të gjitha fjalive të tjera që është ulja e Shqipërisë në tryezën e Bashkimit Evropian si e barabartë mes të barabartë. Për që të mos i mbetet merak. Përshëndetje, Zoti Kryeministër. Jam Mirtezan Mimani, oficer në pension. Banoj në Sauk vjetër.